Në ambientet e shtëpisë së miqve në Pogradec ngriti si parin e tij projekti Glint Koloni. Kolonia ndërkombëtare e fotografisë është një iniciativë artistike që ndërthur artin e fotografisë me bukuritë natyrore dhe kulturore të Pogradecit, të mbrojtura nga UNESCO. Në këtë sens, projekti bëri bashkë në Pogradec 10 artistë profesionistë, fotograf, vendas dhe ndërkombëtar, në një eksperiencë unike, ku natyra dhe krijimtaria artistike harmonizohen përmes landscape-it, fotos dhe detajt. Kolonia për 2 ditë do të prek Pogradecin, Linin, Drilonin dhe Tushemishtin, vende ku fotografët do të shkrepin fotot e tyre profesionale. Përmes krijimit të një platforme, fotografët do të ndajnë njohuri, praktikojnë teknika të reja dhe krijojnë lidhje artistike. Kolonia zhvillohet në pranverë, moment ky kur drita e natyrës pasqyron bukuritë unike të liçenit dhe peizazhit kulturor të zonës. Projekti është një piknisje që do të shndërrohet në 3 ditë artistike të përvitshme, frymëzuar nga ndjesia hyjnore që krijon drita në liçen. Emri antik i liçenit të Ohrit, Lychnidas ose Ahridas, do të thotë liçeni i dritës, i cili në çdo kohë merr ngjyra të panurta, duke krijuar një spektakël vizual që ka frymëzuar dhe frymëzon artistët në shekuj. Është një koloni fotografie ndërkombëtare. Shtëpia e Gjelbër me idenë e Glint Koloni aplikoi këtë vit pranë Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe ne kemi mundësinë që sot të kemi 10 fotografë profesionistë, të cilët janë duke fotografuar ndriçimin e qytetit tonë, jo vetëm të liçenit. Siç e dim, Pogradeci ka edhe fatin të ketë liçenin e dritës, pjesë të tij, kështu që edhe ne nuk mundet të anashkalonim edhe në titullin e kësaj kolonie, që zhvillohet për herë të parë këtë vit, por që do të jetë e përvitshme. Të shpresojmë që ne të kemi foto shumë të bukura në fund të kësaj kolonie, të cilat do të na shërbejnë ne për projektet e tjera të shoqatës, ashtu siç kemi bërë edhe vjet këtë vit, të vazhdojmë me punën tonë. Është një eksperiencë shumë interesante, jo vetëm për fotografët që sigurisht janë të mahnitur nga bukuria e liçenit, por edhe për ne, për të çuar më përpara jetën social-kulturore të Pogradecit. Kolonia e fotografisë Glint Koloni nuk është vetëm një ngjarje kulturore, por është edhe një udhëtim artistik që ndihmon në promovimin e Pogradecit si destinacion qendror për artin dhe turizmin. Projekti është financimi i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.